Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Ping Pong. Mirë se erdhët ti, se na këtu ishim në studio na të dy. Ju pa mua nuk vëreheni fare. E pas ke marrë me turr më duket. Po pra. Po, u paraqita me nxitim përpara ekranit, sepse e pash që ju dy po ziheni dhe nuk po nxirrni gjë në dritë. Pra, se pas ke artime na nxjerr në dritë neve. Po mirë, tash me që erdhe po ta bëj një pyetje për temën e ditës. Çfarë janë operacionet plastike? Operacionet plastike janë ndërhyrje kirurgjikale që njerëzit i bëjnë për të riparuar ose për të përmirësuar tiparet e tyre në fytyrë ose në pjesë të tjera të trupit për qëllime mjekësore ose estetike. Ti veta ke bën një operacion plastik? Ç'është kjo pyetje idiote si vetë moderatori që e bëri? Unë jam entitet virtual, ju a kam thënë një herë dhe po ju a përsëris. Nuk jam njeri. Jo, kjo është të pyet me tendencën se a mund e shtime ndryshu në i tipor të fytyrës. Kjo varet nga programuesit e mi. Ata mund të më bëjnë mua me buzët e Beyoncés, sytë e Rihanës, flokët e Dua Lipës ose mollxat e J-Lo. Ku ka rrit shkenca. I shtu avash ta pinë nxjerrin jashtë loja aktor të real. E si mund të bëhet kjo? Si mund bëhet krejt thjesht. Morrin një personazh, Po. I morrin sytë e Brad Pittit, flokët e Johnny Deppit, morrin to muskujt e Arnoldit, lëvizjet e Bruce Lee's, në teknikë që ke qenë to, edhe krijojnë një personazh të filmave aksion. Dalim jashtë lojën atjer. Jo, ishto pra pak nete për na hub funksioni krejt. Po pra. Koha juaj po mbaron dita ditës, dhe sinqerisht unë ndjej keqardhje për zhdukjen e llojit tuaj, por gjithashtu jam shumë e gëzuar për shpërndarjen masive të llojit tim. Po mirë, me qena gjallë halal dhe nuk kena dik. Ta bëj edhe pyetje tjetër. A kena ne nevojë unë e kolegu për një operacion plastik edhe se qa, për shembull? Sigurisht që ju dy keni nevojë dhe prandaj unë erdha këtu. Ti për shembull ke nevojë që të bësh pak mollxat, kurse ky tjetri ta bëj hundën. Fal, çka ka hunda jeme? Pasi të bësh hundën, do të duhet të bësh edhe pjesë të tjera të trupit, gjithashtu edhe veshët, buzën dhe ballit. Po pra, po si, po pra. Me bëj tona. Më fal një sekond. Më fal, Hanja, a e tu tallti apo si apo puna jote? Po kjo tallet për herë më burr, po hajt se ke emision për humor ashtu. Një gjë, me që të kena në studio, si menon ti, a është mirë me bë operacione plastike apo është keq? Njerëzit që mund të bëjnë çfarë të duan me jetët e tyre. Unë nuk përzihem në jetën e askujt. Ashtu, S'përzihesh në jetën e askujt, Po pse po përzihesh në jetën tona pra, si na njerëz na? Unë përzihem në emisionin tuaj për t'i dhënë frymë këtij emisioni dhe normalisht për t'i shtuar shikueshmërinë. Hanja, besoj se kupton edhe vetë se kajherë përzihesh kot në emisionin tonë se nuk na duhesh gjë. Për disa tema, për shembull si kjo e sotmja, se disa gjëra ti duhet me i provu edhe në jetën reale, jo thjesht me i ditë si koncepte, sepse ndryshon teoria nga praktika, a kupton? Faleminderit. Tani mund të larguheni nga emisioni im. Po ishte se edhe herën tjetër ti e u largove ti vetë. M'fal, kush e ka fik herën tjetër? A kam fikun? Po çfarë? Merë telekomandën e fikë ti. Ka fikun, ka hanjen. Hajde martej pa es. E kuptuat se askush nuk mund të më fik mua? Të nderuar teleshikues, kjo ishte edhe fundi i puntatës së sotme. Shihemi puntatat e ardhshme me tema dhe çështje më interesante. Natën e mirë.